Përshëndetje, mirë se erdhët në këtë video, unë jam Eda dhe do ndaj me ju sot blerjet e mia për Black Friday. Dësh të blija disa gjëra të rëndësishme që i kisha lënë të gjitha në këtë periudhë, dëmi ndallohet, por ku ka moment më të mirë për më tepër për pajisje, se sa për Black Friday, të paktën nëse do ketë zbritje, kjo është periudha e vitit që zbritjet janë më të mëdha. Gjën e parë që duhet t'ju tregoj është që kam bler mikrofon. Si që dëgjuat, besoj audio është shumë më e mirë. Vjen keq ta them që nuk jam shumë updated me trendet e fundit, të vetëm një letër. Që mu desh të bëja një research për mikrofonat që janë MNZ, funksionojnë shumë mirë, ku më mirë se sa influencerat ose content creators vetë rekomandojnë se çfarë përdorin. Tek shumë veta pas të mikrofon dhe DJI Mic Mini, ja si duket the case, domethënë vinin si kufje, gjë që mu duk geniale. Momentin që pajisjet nuk i ke në përdorim, i vendos këtu e cila funksionon dhe si bateri, pra si me kufjet. Ky është një nga mikrofonat, vjen me dy mikrofonat të vegjël, i cili është ky këtu, që mund të jetë me këtë kapuçin ose jo, ose me këtë të ziun, që doja ta vendosja një herë, po e lash. Dhe këtu në mes vendoset transmititori dhe transmitter, si themi në shqip. Por çfarë më pëlqeu më shumë është që vinte me këtë pouchin, me këtë çantën e vogël, e cila ishte shumë kualitative. Do shoh nëse ka një çantë shumë të madhe që të fuzë diçka tjetër që ja tregoj tani. Kishte dy xhepa të vegjël dhe një xhep me zinxhir që ju mund vendosni dhe gjërat e tjera që janë këtu, sepse vjen sigurisht dhe me to gjërat për kamerë kështu dhe ti mund ta mbyllësh. Dhe për çmimin mendoj që ja super vlen, sepse këto produkte tani vetëm rriten dhe të kesh këtë çmim me këtë cilësi, me këtë brand mu duk wow. Tjetër blerje shumë e rëndësishme që ky xhepi me vuajti është që bleva një kamerë të re. Për herë të parë po blej një kamerë të re. Në fakt, si në Shqipëri që jemi, jo shpeshherë kam bler gjëra të reja, por më tepër për pajisjet elektronike, digjitale. Unë jam shumë pro të përdorave, nuk kam patur ndonjë eksperiencë të keqe, por në Gjermani do bëjmë si që bëjnë gjermanët, do e marrim të re. Edhe bleva the Sony Alpha 6400 me këtë lenten bazike, do me thënë 60-50 mm. Jam i qikë rasti me këto të kamerave, imagino dhe kamerat nuk e dhja cila është e mira. Isha midis Canon. Nëse se keni parë videon, mund ta shikoni o do e lete në description box. Videon që po thoja nuk e di cila është më e mirë. Realisht isha për Canonin, GX7-ën, por ja si duket kamera. Unë doja një kamerë kryesisht për foto, sepse kam patur një kamerë digjitale kur kam qenë e vogël në shtëpi. Dhe pastaj kur nga shkolla e lartë bleva kamerën time të madhe, DSLR që e kam pas përdorur dhe këtu, e kam përdorur dhe për fotografi, dhe pastaj duke mos e përdorur, të filloj të mos punonte, sepse aparatet dhe produktet digjitale elektronike po si përdore prishen, dhe mu desh të çoj në Shqipëri, thash përdoreni, se këtu s'po e përdorja hiç. Dhe nuk kisha aparat për fotot e bukura të udhëtimeve. Do të imagjinoj çdo gjë me telefon, një që duket shumë mirë për momentin, por jo në mënyrë afatgjatë, dhe prandaj isha edhe shumë për Canonin, sepse duke që bënte foto fantastike. Por doja ta kisha, e kam, po e blej që e blej, ta kem dhe për video, për YouTube, për ndonjë vlog, whatever. Dhe me sa duket e Canonit ishte të mërshme, thoshin që ngrohet shumë, mund të bëje glitch. Këtë fokusin kështu e kishte shumë të keq, këtë me telefon gjithsesi, dhe pas disa video, kjo realisht e kishte fantastike dhe nuk më zgënjeu kur e testova në shtëpi. Edhe pse Canonit kishte pozitiven që ishte shumë e hollë dhe mund ta merre në çantë. Kjo është pothuajse si një mini DSLR, pra është pak a shumë si profesionale dhe lentja mund t'i ndërrohet, ndryshe nga jo Canonit që ishte tamam nga ato aparate digital që pothuajse nuk ka këtë lente që hapet dhe del edhe futet dhe mund të ketë problem. Një tjetër gjë shumë e rëndësishme për mua ishte ekrani, doja që të ngrihej nga sipër dhe kjo e kishte në këtë formë. Ky është maksimumi duket që bën, po. Duket sikur e mbulon një çik, po nëse është pak milimetra, ja ku mund shikoni rrëmujën e shtëpisë time. Sepse po mundojmë të bëj këtë video dhe të heq të gjithë kartonat. Ka shumë kjo ishte, vinte me një bateri,
dhe këtë shiritin, të cilin në fakt e kam menduar menjëherë që t'i shtoj disa spila, kam ja 2 të lezetshme që i kam bërë gati, po thash të kem disa ta bëj, por nga ana tjetër ato spilat mund të jenë të rrezikshme sepse ti dalësh kështu dhe mund ta gërvishtin, për më tepër lentën kryesore. Një gjë tjetër shumë e rëndësishme që duket Canoni nuk kishte blitz, kurse kjo ka këtë blicin, gjë që më duket shumë komike, më duket si ato blicat e aparateve të vjetër që kanë qenë shumë puf. Ai që me zi gjeta butonin e videos, nëse më mendoni cili mund t'jetë, ishte këtu. Njeriu vendos gishtin dhe e mban kështu dhe unë kështu, ku është ky butoni? Më duket si ishte diku me 25% zbritje, gjë që për këtë lloj shume ja super vlente që ta blija në Black Friday dhe kam pas ndarë mendjen që do e blija, kështu që e bleva. Një tjetër blerje ishte karta e memorjes, sepse sigurisht kishte kartë memorie, bëra edhe këtu një research dhe unë zgjodha një sekond ta shoh. Për shembull, unë e kam ruajtur kutinë e kartës memore, se kam harruar andej. Nuk besoj ta kem këtu. Bashorti im ishte kështu, "Wajda, po ti më ke thënë që janë të lira këto", më tha mua. Tha, "Nuk është ishin aq të lira, po ti sa e pe, po ja tha 1 tera, por shumë ishin 100 ca euro", thashë. Nuk i duhet njeriu 1 tera kartë memorie, kështu që mora një 128, dhe me shpejtësi 200 MB për sekond, me V30 edhe me vetëm me 1 nga këto rreshtat e pllakave. Këto me 2 rreshta ishin direkt të bëshë shumë të shtrenjta dhe edhe kjo me V30, domethënë me sipër ishte ishin shumë të shtrenjta, po mua nuk më duhet sepse kur për këto parametra ti du të jesh në një fotograf që mundësisht të jesh fotografi ndonjë eventi që lëviz gjithkohë se ti du të shkrepësh me milisekonda, kështu që mua s'më duhet parametrat më minimal që të jetë në gjendjen më të mirë të mundshme. Dhe po shikoja që kartet e mia të vjetra ishin V10 dhe jo V30, kështu që mendoj që kjo do jetë super. Me siguri zgjata e çik me këto 2 produktet e para, do mundojmë t'i kaloj më shpejt, por fakti që janë produkte me vlerë që shumë nga ju ndoshta doni të bëni content creation ose bëni ose keni menduar cila ja vlen, to ishin pak a shumë çfarë unë kisha parë. Gjithashtu bleva dhe një bateri ekstra për Sony, do të thënë për aparatin. Kjo sepse nuk i dihet kurrë, nuk dua që t'jem vetëm me 1. Jam që jam për Black Friday, më duket se kishte 90 euro zbritje, edhe e mora, sigurisht që kamera vinte edhe me një karikues, vetëm me tek vend për baterinë, kështu që po më duke i vetja këso si amatore, se unë kam akoma karikueset e vjetër të Canonit, edhe kam 2, njëra që ka 3 vende dhe tjetra që ka 2, sepse aparati ka pas më shumë se, ka pas 2 nejse. Kështu kur ja blen aparatin një fotografi, e merr full option. Kur e blen vetë, do t'i blesh gjitha me radhë. Okej, mora pakon tjetër, edhe këto janë 2 produkte që po kërkoja t'i blija të ditë live, por ishin patjetër sold out. Blerje shumë të rëndësishme, pas mbi 5-6 vitesh a më shumë me kufjet e vjetra që kam patur, AirPod Generation 2 më duket. Bleva të rejat, këto janë gjenerata e 4, mos gabofsha po, AirPods 4, dhe këto janë me Active Noise Cancellation, me këtë gjën ekstra. Më në fund bleva kufje të reja, se ato realisht jepnin shpirt, do me thënë mbanin nga 1 orë ose 2 orë, ndoshta, dhe momentin që shkarkoja 2 orë shi parë, du t'i vendosja në karikim tek kasa dhe çdo gjysmore prishe njëra, do ta fusja rikarikoj, ishte një tmerr, por normalisht po prisja Black Friday dhe mora gjeneratën e 4, këto ishin të fundit që kishin dalë, Active Noise Cancellation. Unë nuk i marr Pro sepse unë i urrej ato pjesët e gominës, do me thënë që kanë, dhe do i merja të thjeshtat, por këto me Active Noise Cancellation, që ishte diçka më ekstra dhe pak më të shtrenjta, gjithsesi për Black Friday kishin super zbritje, këto kishin, duket se zgjastin më shumë, kishin karikim më të gjatë, duket se të normalet ishin 4 orë, kurse këto ishin 8 orë, mos gabofsha. Nuk po i hap, sepse di që nuk do më lidhe me telefonin, se si kam lidhur kur harrova, sa i hapa sot. Kështu që thjesht kam hequr letrën, duke sigurisht më të vogla se sa kasa tjetër, me zi pres tani të blej një kasë të re për to, se kam përdor gjithmonë kasë nga këto cute, dhe janë kaq të vogla, si që thash, unë i dua pa pjesën e
të quhet, pa pjesën e gominës, e urrej atë pjesën e gominës sepse më duket sikur të izolon komplet edhe sikur dëgjon dhe rrahjet e veshit, gjakun në vesh, dhe duken kështu të vogla, shumë të rehatshme, nuk ndjej ndonjë problem, nuk kam patur asnjëherë problem me këto kufjet, edhe flas si rrin në vesh, nuk preferoj që kur dëgjoj me kufje mos ta dëgjoj fare ambientin jashtë, përkundrazi, kështu që më pëlqyen këto dhe kur janë pa silikon mendoj që të ndihmojnë, po tani kanë dalë të teknologji që gjithsesi i bëjnë të noise cancellation edhe pa patur pjesën e silikonit, gjë që është gjë e mirë. Kurse këto të tjera, të janë Samsung Galaxy Buds Pro, në fakt të njëjtat ka dhe bashkërtim, por ka ato që janë silver. Këto janë të monës. I love personal shopping for my friends, është the shopping experience without spending the money yourself, por gjithsesi më deshta procesi online dhe Mona nuk e mori dot me blerjet e tjera që ja çova gjatë për Shqipëri. Do i marri pastaj. Disa blerje të vogla rroba. Sigurisht që ishim te Pick & Kleppenberg, që është një nga këto rrjetet e dyqaneve me shumë firma. Unë gjatë kisha bler një palë jeanse atje, por fakt nëse e pat videon e mëparshme ku flas për planet e mia për Black Friday, unë fakt e kisha bler gjatë gjën që doja të blija te Pick & Kleppenberg, një palto, dhe mora me zbritjet e Singles Day, të cilat ishin 25%, por Black Friday kishte 30%, kështu që humba 5%, dhe gjithsesi mora këto çorapet, edhe këto që kishin këtë shenjë, këtu ishin të gjitha me 30%, duket këto nga 10 ishin 7, dhe janë dy palë, uroj të jenë të buta dhe shumë të ngrohta, po duke që janë të gjata dhe gjigande, sigurisht që do ishin roz. Dyqan tjetër në fakt, po i kam futur te kjo qesja, mora këto dy trikot, nuk quhen kardigan kur janë me zinxhir, apo këtë bezhin dhe këtë blun, që këtë gja e kam veshur, këtë e mora lëja në fakt se e doja oversize, duke qenë se kam rrobat e tjera për shembull që janë kashmir dhe trikot janë të trasha dhe duan diçka sipër që të jetë e gjerë që mund ta vesh sipër, këtë e mora lëja. Dhe që tani ka filluar të puprohet, sigurisht, sepse kur e merrte puna dhe punon në my god, si që ka bërë. Po jo, është thjesht ky shiriti. Kur punon në tastier dhe në tavolinë, kjo gjithkohës fërkohet dhe sigurisht që do krijoj. Kjo ishte 100% merino ull, fine merino ull, pra lesh merinoje. Këto janë rroba shumë të rëndësishme për mua sepse është të ftohtë. Si vjet specifikisht jam përqendruar shumë në blerje vetëm të rrobave cilësore kashmir ose lesh. E gjë që më ka prishur shumë punë se do të laj çdo gjë me dorë. Kështu që nuk e di. Kam lavatriçën një opsion për 20 gradë, që është edhe gradacioni që mund të lahen këto, por futa një triko, të cilën e dija që nëse do e humbisja ishte okay, sepse ajo zgjeroi shumë, dhe gjeni se çfarë. U gushtua. Te Zara mora këtë, i vetmja gjë që bleva live, mora këtë kanatierën, e cila duket grima e hapur live, po është pak më si blu në realitet se sa në kamer. Unë këto i kam të gjitha ngjyrat përgjithsisht të kanatiereve dhe të atyre me rripa të trasë, sepse kombinohen shumë mirë, ose poshtë rrobave unë gjithmonë do të kem një kanatiere veshur dhe zgjedh këto që janë kështu si stretchy. Jam mësuar të afrohem te kamera edhe të flas me zë më të lartë, por kam me mikrofon. Gjë që na sjell tek blerjet e Zarës, bëra një porosi online. Ditën e Black Friday më duket realisht nuk se kisha plan, pa i thash të futem dhe mendova që nëse nuk më pëlqejnë, do t'i kthej. Simple as that. Le t'i hapim bashkë. Edhe kishin ardhur dhe veç e veç, kështu që kjo është trikoja, po nejse, bluza e parë, me këtë të kuqen shumë të bukur që mendoj që më shkon, ja ta shohim kështu, bëjmë një momenti të bëjmë një color test. Ja si jam kështu. Përderisa nuk ndryshon, do thotë që është në të njëjtën palet me këtë bluzën, po mund dallohet që është pak a shumë njëjtë tonalitet, edhe pse është ngjyrë tjetër, dhe materiali është shumë i butë, nuk është kështu materiali koti.
Sigurisht që në poliester do jetë, po këto patjetër që nuk kanë si t'jenë ndryshe. Është shumë bukur te kjo vajza, pantallonat nuk i gjeta se do i kisha marrë gjithashtu, edhe kishte këtë tokzën e lezetshme që mendoj që është një bluzë që do më përshtatet shumë me fustanet e mia saten. Këto pantallonat i mora sepse janë jeans. Unë në fakt i urrej kur janë kështu me lidhse, nuk e kuptoj ç'po ndodh me këtë muhabetin e lidhseve. Gjithsesi ishin 18 euro mos gabosha me zbritje nga 30 dhe thash hajt po i marr ti provoj, porosita 2 palë jeanse dhe si përfundim mendoj që do t'i mbaj. Paketa nëmër 2. Kjo ishte shumë e bukur, do t'i vendos foton këtu. Mundohesha të zgjidhja shpejt e shpejt dhe fiksimi im ishte që kisha plan porosisja një palto. Do më thënë thash, pse jo, nëse ka ndonjë palto që është lesh, do ta porosis, sepse paltoja ime e shkurtër që kam bler vjet, ndoshta nejse, e kam bler te Zara, më ka shërbyer shumë, më ka pëlqyer shumë. Thjesht ka një 2 kopsa këtu, do doja të mbyllej total që t'jem e mbyllur, se përndryshe kur fryn erë do t'jem kështu gjithkohës. Më ka pëlqyer shumë, ajo është lesh, por nuk kishte asnjë që të më pëlqente që ishte lesh. 100 ca euro palto, gjë që e kuptoj, kam bler palto shumë të shtrenjta se aq, por kur është poliester, them, what the f, domethënë si ka mundësi, nejse. Dhe nuk bleva asnjë si përfundim, më pëlqeu një boj qielli dhe nuk e gjeta live, thash po gjeta live, po më pëlqeu, do ta marr, përndryshe si ja vlen tani ta kthejmë prap gjatë palto whatever. Kjo ishte shumë e bukur, ka këtë lidhje në anas, që unë kam dhe një bluzë të ngjashme, po jo me këtë material, është pambuk, thjesht si lloj forme, si e lidhje. Mendoj shumë klas kjo, edhe do më përshtatet shumë mirë me rrobat e tjera që kam. Kjo ishte 50, më duket se e kam marrë 30 apo 40. 30 me siguri, se 40 më duket çiksi shumë për çfarë do shpenzoja unë të rejat, se po mundohem realisht si vjet kam bler vetëm rroba të vjetra, rroba të përdorura, rroba thrifted, rroba në Vinted, janë më të veçanta, janë më cilësore, janë stil më i veçantë. Mora këtë trikën, e cila është edhe e trashë dhe më shkurtra, sepse jemi në Gjermani, në verë, në pranverë të jetë ftohtë. Po do t'i kthej, më rrini me pak fjalë si me qenë me low waist, ndërkohë që actually medium waist, nuk e di, thom, duket se do kenë qenë medium waist, sepse po i shikoja, mos të porosisja gabimisht asnjë low waist, edhe asnjë medium waist, po ndoshta edhe se kam pas të shkurt. Kjo këtu thot high rise, e shef, nuk kam gabuar, thjesht shoqësoj ju duke sikur ju ngel kështu bosh këtu nga pas, dhe keni parasysh që duan rip, domethënë se s'bën, po ndërkohë janë, nuk e di, ngjyra është shumë e bukur, dhe pse i ngjanin shumë pantallonave që kisha bler te Pick and Kloppenburg nga firma Jakes, po kam treguar, po jeans e blu që i kam diku. Për të cilat fakt po mendoja dhe të merrni një makinë qepse, sepse çdo jeanse që blej ka nevojë të shkurtohet. Që ka dalë shumë e gjatë, ndërkohë që unë kam shumë blerje të tjera këtu që mund t'ju interesojnë, por do e mbyll me këtu, mund t'i bëj një sneak peek. Thjesht i kam hapur, nuk kam patur kohë fare, më erdha nga Shqipëria, very excited about her. Dhe kjo është një blerje nga Sephora, doja t'i merja live, por me sa duket nuk ja hedh qyret njëri këtij brandit, që është brandi Makeup Foreverit, nuk i kishin lapsat e syve. Dhe porosita 2, si dhurat, këto janë Aqua Resist Color Pencil të Makeup Forever në ngjyrën e zezë. Shife paska edhe mprefsen këtu poshtë, gjë që do jetë fantastike. Ky ja super vlen, nuk zbret poshtë, nuk ta nxin syrin komplet, edhe është i vetmi laps i zi që unë ju super rekomandoj që ta marrni. Ndoshta do kisha bler edhe një për veten time. Më duket se kishte një zbritje të vogël, ndoshta vazhdon akoma. Po e lë me kaq. Këto ishin blerje që unë bleva specifikisht me zbritje nga Black Friday. Bleva dhe një 2 tuta tek HM-ja, po i bleva përpara te Singles Day. Doja shumë të blija një palë pijame tek HM-ja. Çdo vit unë blej, i kam bler, domethënë kam 3 palë pijame, që në fakt jo çdo vit, kam bler më duket 2 vite dhe vjet kur kam gjetur shumë me zbritje, kanë qenë M-ja o L-ja, i kam marrë gjithsesi, sepse kam thënë do më bëjnë
do rinë të lira, s'ka problem, ose se HM-ja ka dhe masat shumë të mdhaja, whatever. Materialet çdo vit e përkeqësohen. Realisht HM-ja është bërë më keq se sa de facto në disa rroba. Dhe këtu te qyteti im vinë rrobat më koti, po përgjithsisht HM-ja ka qenë shumë lart. Çdo gjë ka qenë pambuku, e mbaj mend këpucët e HM-s, po t'i gjeje tek të përdorurat që përgjithsisht ato ishin të reja Fringo, ose një palë këpucë që kanë pas bler në Itali më duket për 7 euro, ka qenë këpucët që kanë veshur në çdo dasëm, në çdo gjë, domethënë kanë qenë holy grails dhe i ka rënë cilësia aq shumë sa ju besoj të kam shku 2-3 herë, jam futur online, i kam parë nga afër, jam munduar to gaslit myself sepse ishin të bukura, por nuk ja vlente, unë këtu kam ftohtë, nuk mund t'i vesh domethënë, se nuk dua t'i vesh, më duhet të vesh gjërat e tjera sipër, kështu që nuk bleva asgjë të HM-ja, përveç një 2 tuta që t'i kem aty, realisht ishin një çik si kot, po gjithsesi ca gjëra duhen që edhe kur vi njerëz të jenë aty. Po e mbyll me kaq, kam shumë pak cute të marra nga firma. Kam këtë advent kalendarin e Pixit, kam këtë advent kalendarin e Maybelline, disa unboxing tek Peman me background Pemën, edhe t'i hapim bashk. So cute! Si thoni, kam blerë dhe gjëja e fundit që po pres akoma të vi, po thash nuk do ju interesoj shumë, nuk ka nevojë ta prisnim, janë insertet e çantave, po i porosita, dhe presim të vinë. Prej të ketë pëlqyer ky video, do ju lë këtu një video tjetër që mund ta shihni, edhe do shihemi bashkë në videon tjetër. Paçi. Më thoni si duket mikrofoni. Për video do ta rregullojmë në kohë të bashkim.